Cilat janë këta fjalë, thot pejgamberi Allahut, dhe 4 fjalë i ka përzgjedh Allahu Azza wa Jall për veten e tij dhe i pëlqejnë më së shumti. Këto 4 fjalë janë subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Me një transmetim ka ardhe e 5 fjala la hawla wala quwwata illa billah. Nuk i thot këtë fjalë një njeri i cili është i dopt në rrezikun e tij, vetëm Allahu Azza wa Jall ja shton rrezikun atij. Nuk e thot një njeri që është i zhitur në mëkate, vetëm Allahu Azza wa Jall e pastron nga mëkatet e tij. Për çdo fjalë ka thënë pejgamberi Allahut, Allahu i shlien nga 20 gjunahe dhe Allahu Azza wa Jall ja shruan nga 20 sevape për vetë se fjalës elhamdulillah. Thot pejgamberi Allahut se Allahu ja shlien 30 mëkate dhe ja shton 30 sevap. Në vletër erni një endacak një bedoi te pejgamberi Allahut dhe i tha ja Rasulullah, ma i mëson disa fjalë që janë të mira, të pëlqishme, të dashura të Allahut. Pejgamberi Allahut e bërë për dorë këtë njeri dhe i tha, thuaj subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, dhe shkoi ki bedawi, u largua ki, pasi që u largua u meditoi ki njeri dhe tha subhanallah, është për Allah, elhamdulillah, është falendrim ai Allah, la ilaha illallah, gjithashtu është pohim për Allah, Allahu Ekber është për Allah, unë tha për mu, qka ka u këthi tek pejgamberi Allah. Kër u këthi pejgamberi Allah, tha u këthi me ndoj ki njeriu i dëshpëruar dhe po vijen. Vëllezër të ndëshën të gjone me vëmen. Tha ja Rasulullah, këto fjalë që mi mësove janë për Zotin tem. A ka diçka që mëson dhe për mu? Tha njeri robi ku thoje subhanallah, Allahu Azza wa Jall tha të vërtetën e ka thonë robi. Ko thoi elhamdulillah tha të vërtetën e ka thonë. Ko thoi la ilaha illallah tha të vërtetë. Ko thoi Allahu Akbar të vërtetën. Tha pastaj tha e mor pejgamberi Allahut ja numëroi me një transmetim 3 apo 4. Me një transmetim 5 gjona për veten e tij. Që nën kupton se nëse i thot këto i paraprim një sendit, Allahu ti pranon atë që i lutet pas kiti shqiptoj shto 4 fjalë. Ta thuj Allahumma ighfirli, o Zot më fal mua. 1. Allahumma irhamni, o Zot më mëshiro mua. 2. Allahumma rzuqni, o Zot më furnizo mua. Nuk i ka thonë këto fjalë dikush dhe ju ka lutë Allahut, vetëm Allahu e ka falat, e ka bëshiruat dhe e ka furnizuat me një transmetin wafini dhe më shëro mua, vetëm Allahu e ka shëru me një transmetin wahdini dhe më udhëzo mua. Dhe shkoj ki njeri numëron të me gishta, tha pejgamberi Allahut, shkoj ki njeri mbushur me të mira nga ona Allahut Azza wa Jall. Ndëshëm këtë fjalë me ditë peshën e tyre, kiro janë ata që e zavendsojnë Kur'ani Kerim. Transmeton Ibn Abi Aufa i cili tha u përpiqja të zonë diçka, të memorizoj diçka nga Kur'ani Kerimi që të bëj namaz, me gjithata s'mujta me mësuan asnjë ajet, asnjë sure të Kur'ani Kerim. Dhe shkohat e pejgamberi Allahut ju ankoha, thash ja Rasulullah se po mësoj asgjë prej Kur'ani Kerimit, tha mëso diçka që të falem unë me ta. Pejgamberi Allahut tha thuaj subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Falesh me këto fjalë deri ta mësojsh elhamin. Pra këto fjalë janë të çmuara deri sa e zavendsojnë Fatihan, e zavendsojnë Kur'ani Kerimin, janë të çmuara të dashura tek Allahu Azza wa Jall. Ku tha pejgamberi Allahu, si transmeton Enes ibn Malik, ku tha pejgamberi Allahu te muni gjethet që e muni dek që gjethet ju kishin tha edhe shkuni fort pejgamberi Allahu derisa nuk ngeli asnjë gjethet në këtë dek. Pejgamberi Allahu me thon subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, tha kështu i shkunin gjunat. Dhe transmeton Imam Bukhariu, ko pejgamberi sallallahu alaihi wasallam takoi Ibrahimin alayhis salam në qiellin e 7 dhe i dha selam Ibrahimi alayhis salatu wassalam dhe i tha bani selam ummetit tan o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, njoftoj ato për tokën e xhennetit dhe ujin e xhennetit. Çfarë ishte toka e xhennetit që tha Ibrahimi alayhis salam? Tha toka e xhennetit, tokë e mirë pjellore, oji është i këndshëm për ata, tha, dhe në ta ka mundësi me mbjellën.
let mjelin ato sa të mundin pem në kopshtat e tyre, let i zbukurojnë kopshtat e tyre, bani selamat tirve se fjala subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, për çdo fjalë jam mbjell atin dhe ka një pejgamberi transmetim, ka një palm, zbukuroj kopshtin ton xhenetin Allah, dhe transmeton Xhabir ibn Abdillah i cili thonte, nëse kaloni pranë kopshtet të xhenetit, pushonin ta dhe Rasulullah, cilët janë kopshtet e xhenetit. Kopshtet e xhenetit janë këto kopshte vëllezër të ndershëm që ne po flasmi, ju po ndëgjoni. Kopshtet e xhenetit janë ku përmendet Allahu pastaj në këtë transmetim, siç e ka transmetuar Ibn Abi Dunya dhe Imam Tabarani thot, pejgamberi Allahut kur shkon dëshirë me ditë pozitën e vet, si e ka te Allahu. A keni dëshirë me ditë çfarë pozite ke te Allahu Azza wa Jall? Pozitën e tek Allahu e ke, aq Allahu se ka pozitën e tij te zemra jote. Ato që e dojnë Allahun Azza wa Jall e përmendin. Ato që e dojnë dikan e shpeshtojnë për përmendjen e tyre. A ki po ato dashamirë simpatizuesit e futbollit s'nalen të bisedu për futboll. Ato qërë në zanatin e vetë, çdo kush ka ne do e përmen ata. Ai që e do zotin e vetë e përmen ata që mundën në islam, dhe vetëm në islam kena mundësi me pak me fitu shumë. Transmeton Imam Nesaiu me një hadith që e ka nxjerr Abdullah ibn Mesudi, ndëgjone çfarë ka ndodhur në shtëpinë e pejgamberit Allah. Pejgamberi Allah te fal sabaj, namazin e sabajt, shkon në shtëpi e shef bashkëshorten e tij Xhuvairije. Xhuvairi apo i kishte fal namazin e sabajt dhe qëndronte në vendin e faljes së saj deri të lindë diu. Se e pritën ato që ta fitojnë sevapin e haxhit dhe umrës. Ne falmi sabaj na ngelin vetë 5 minuta me lindillin e hajt, dalmi pej xhamis e humbi shpërblimin e një haxhit dhe një umrës. Këta nuk ka mundësi të meriton vetëm ai që e din fen Allah. Para ta Xhuvairi të ndronte në vendin e saj, pejgamberi Allahu dol në punë e tij dhe i transmetohet para dreke. Kur vjen para dreke e shef Xhuvairi në çat vend. Dhe i thot ja Xhuvairi, prej në mëngjes jenë që këtë vend, apo ja Rasulullah, çka bone ja Xhuvairi? Tha e përmend Allahun Azza wa Jall. Tha ndëgjoj o Xhuvairi, tha sot unë i kam thonë vetëm 4 fjalë, me u pas krahasuar dhe me u pas krahasu pesha 4 fjalëve që i kam thonë 3 herë unë. A fjalë të cilët i kam përsërit 3 herë, këto 4 fjalë, me ata që e ke bo prej mëngjes deri para dite, fjalët e mia kanë ndarin Allahut peshojnë shumë ma shumë se atë që e ke bo. A ke dëshirë ti me fitu si që fetoj pejgamberi Allahut? Ke transmetim thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çfarë ke thonë ja Rasulullah e pi Xhuvairi? Than mëngjesun e kam thonë kështu. Me një transmetim thot subhanallahi wa bihamd. Ke transmetim që e përbejni, leo të ndërshëm që transmeton Abdullah Mesudi, thash unë 3 herë kështu i thash 4 fjalë. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, adada khalq. Po i tham këto fjalë sa është numri krijesave të Allahut. Sa është numri krijesave të Allahut? Sa Allahu ka kriju, a ka mundësi dikush mi numëru? Pra pejgamberi Allahu çka thonë? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, adada khalqih. Po tham, o Zoti i madh, po të madhëroj ti me këto falënderime dhe madhërime sa krijesa ti ke kriju. A kanë mundësi të më numëru? Adada khalqi, wa rida nafsi. Dhe po i përsëriti këto fjalë sa është e madhe kënaqësia jote. Sa është e madhe kënaqësia Allahut? Allahu Azza wa Jalla ka shpalos kënaqësinë e tij kur i ka thonë banorë xhennetit se unë jam i kënaqur me juve për gjithmonë, pa mbarim, kur nuk hidhërona. Pra kënaqësia Allahut është e përhershme. Sigur me thonë o Zoti i madh, unë po të madhroj përhershëm ti. Wazinet e arshi, dhe unë po t'i tham këtë fjalë sa peshon arshi jot. Sa peshon arshi Allahut? Pejgamberi Allahut që transmeton Xhabirit, thot Bukaliju, juve ju të njoftoj se sa është i madh vetëm një melek nga 8 meleka që e barshin arshin e Allahut në ditën e Kiametit. Ju mu më ka shpalos të njoftoj prej tulit dëveshit të ti deri të supet
nevojitet 700 vetë ti mi pas imër me hecë me mërin në supët e këti me lëktës që e ban arshin Allah. Ama një me lek s'kan mundësi me lëviz arshin Allah, duan 8 me lek të tilë të fort të fuqishëm të mëdhej me bajs arshin Allah. Nga se e dini u leo të ndërthëm sa arshi madh arshi Allah, dhe një në këtë hadith që thot pejgamberi Allah, kursia pran qejve dhe tokës është si kur shkretina pran një unazë. Pran shkretina e madhe, qej dhe toka, gjithë qej dhe toka, si me eld një unazë shkretin, është pan kursijet Allahut, ndërsa arshi Allahut, madhësia arshit Allahut me kursijen Allahut, është vëllezër të ndërthëm si shkretina me unazë. Kursia është pran arshit Allahut si një unazë me 100 shkretin, a mund me gjithë dikush. Aso është madhësia e tokës dhe qiellit, ka arë me një transmetim që Shejk Albani e konsideron këtë transmetim të mirë, që e ka pyet pejgamberi Allahut, a dini sa është distanca mes tokës dhe qiellit të parë? Tanë Allah dhe pejgamberi Allahut e din. Ta 500 vjetë udhëtim. Mes çdo qielli 500 vjetë. Trashësia e çdo qiellit 500 vjetë. Mbi 7 katë qiell, leo të ndërshëm mbi shtresën apo qiellin e 7, 500 vjetë me arrit të kursia Allahut. Mbi kursin Allahut prej të kursia të uji 500 vjetë arshi Allahut është mbi uj. Allahu Azza wa Jall ka kriju krijet e madh, para ta kur apo ndosh Allahun Azza wa Jall wazine të arshi, o Zot i madh, unë të falënderoj ti sa është peshja apo zbukurimi arshit tan, o midade kelimati dhe këto ti piti baj sa ka nevojë ngjir për të shkruajtur fjalët e Allahut. Sa nevojë të ngjir për të shkruajtur këtë fjalët e Allahut. Në Kur'anin e Kerimin e kena të përzgjedhur fjalët e Allahut, të përzgjedhur që Allahu na i ka zrip neve të cilët na nevojitën. Ama fjalët e Allahut Azza wa Jall ka thonë Allahu në Kur'anin e Kerim, sikur këto oqeanët mbi shndrun ngjir, mbaron ngjira, mbarojnë oqeanët dhe nuk përfundojnë fjalët e Allahut, edhe me ardhmë me oqeanët të ngjajshëm, megjithatë nuk mjaftojnë për të shkruajtur fjalët e Allahut. Me një ajet ka thonë Allahu Azza wa Jall, gjithë drojt me shndrun në lapsa do të përfundojnë drojt dhe s'ka mundësi të përfundojnë fjalët e Allahut Azza wa Jall. Pra Allahu Azza wa Jall ka shumë fjalë, sa ne madhojmë Allahun, thot sa ka nevojë për boj, sa ka nevojë për ngjyrë për të shkruajtur fjalët e Allahut Azza wa Jall. Pra bane këtë dhikër të përshton e këtë ditë dhe